I nominuar nga koalicioni Vlen për kryetar të komunës së Gostivarit, dorëzoi zyrtarisht kandidaturën e tij në Komisionin Zgjedhor Komunal. Beta tha se pret mbështetje nga të gjithë qytetarët. 10 vjet të shkuar, qyteti i Gostivarit është shkatruar. Dhe me këtë mbështetje që më japin liderët e Velenit, do të ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Për shkak se qytetarët e duan qytetin e vet, edhe na do bashkohemi për të ndërtuar bashkë me qytetarët qytetin ton, edhe të bashkuar dhe jemi deri në fitoren e madhe të 11 janarit. Beta premtoi se nëse ai fiton garën, Gostivarin do ta bëjë qytet evropian. Ai akuzoi udhëheqjen aktuale të Gostivarit për keqpërdorimin e më shumë se 30 milionë eurove, ndërkohë që nuk kanë realizuar asnjë projekt kapital. Ka qenë kërkesa e shumicës së qytetarëve, se përndryshe unë kam qenë 2 mandate, dhe ato më kam ftuar thehu ta ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Për shkurt kohë, se çfarë keqpërdorime të mëdha janë bërë në komunën e Gostivarit, janë harxuar mbi 20 miliona, po të regjistruara dhe të pararegjistruara mbi 30 milion euro, a nuk është bërë asnjë punë për qytetin e Gostivarit. Nevzat Beta ka qenë 2 herë në krye të komunës së Gostivarit, respektivisht nga viti 2005 deri në vitin 2009 dhe nga viti 2013 deri në vitin 2017.